Një tërmet me magnitud 4.7 ka goditur mbrëmjen e së premtes Napolin dhe zonat përreth, duke u cilësuar si lëkundja më e fortë e regjistruar që nga rifillimi i fenomenit të bradizmit në zonën e Campei Flegrei, pra më i forti në 40 vite. Tërmeti u regjistrua në orën 19:46, ndërsa epicendra u lokalizua rreth 6 kilometra nga Napoli, sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë. Lëkundja u ndje në të gjithë qytetin dhe në provincën e Napolit, duke shkaktuar panik tek banorët, të cilët dolën në rrugë me njëherë pas tërmetit. Shërbimi zjarfikës italian mori 10 telefonata për ashensor të bllokuar, rënje suvaje dhe copash betoni nga ndërtesat, ndërsa është raportuar edhe një kërkesë për ndërhyrje pas shembjes së një tavani në një objekt. Prefektura e Napolit ka aktivizuar me njëherë qendrën e koordinimit të ndihmës, ku marrin pjesë të gjitha institucionet përgjegjëse për menaxhimin e emergjencës. Në disa lagje të Napolit patin ndërprerje të energjisë elektrike, gjë që solli probleme edhe me shërbimet e internetit. Në zonën e Margjellina u bllokua metroja, ndërsa për arsye sigurie u pezullua qarkullimi hekurudhor në të gjithë nyjen hekurudhore të Napolit, përfshirë edhe linjat e trenave me shpejtësi të lartë. Ndalimi prek trenat e alta velocità, Intercity dhe ata rajonal, ndërsa teknikët e rrjetit hekurudhor italian kanë nisur kontrollet në infrastrukturë. Trafiku hekurudhor do të rifillojë vetëm pasi të përfundojë verifikimet dhe të konfirmohet siguria e linjave. Në qytetin e Pozzulit, një nga zonat më pranë epicendrës, bashkia ka aktivizuar qendrën operative komunale për koordinimin e monitorimit dhe ndihmës ndaj popullsisë. Autoritetet lokale janë në kontakt të vazhdueshëm me observatorin Vezuvian, mbrojtjen civile dhe institucionet e tjera kompetente, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të ndjekin vetëm komunikimet zyrtare. Ndërkohë po përgatiten zonat e pritjes së mbrojtjes civile për çdo nevojë të mundshme. Sipas autoriteteve lokale, një pjesë e shpatit të zonës vulkanike Solfatara është shembur, ndërsa në disa rrugë janë regjistruar dëmtime në rrjetin e ujësjellësit, me rrjedhje uji në sipërfaqen e rrugëve. Kryebashkiaku i Bakolit, Josi Della Ragione, deklaroi për mediat italiane se kjo është lëkundja më e fortë e regjistruar ndonjëherë në zonë. Ai tha se qytetarët janë të friksuar, por deri në këto momente nuk raportohen viktima apo të lënduar. Sipas tij, pas tërmetit është thirrur menjëherë qendra e koordinimit të ndihmës në prefekturën e Napolit, ndërsa në Bakoli janë hequr kufizimet e qarkullimit në zonat me trafik të kufizuar për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve të emergjencës. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa kontrollet në ndërtesa, rrugë dhe infrastrukturë janë ende në zhvillim.